Sa po futën në shtëpinë e re, me sa duket i ka kapur syri. Po flasin për çiftin Luizelli dhe Chiara Tito. Këngëtari i njohur Luizelli ka ndarë me ndikësit një moment pas një ndërhyrjeje mjekësore që ka kryer në këmbë. Në një story të publikuar në Instagram, ai shihet me fasho të madhe në këmbë, duke lënë të kuptohet se ka kaluar një operacion. Por si gjithmonë, Luizelli ka kthyer në humor edhe këtë lloj situate. Edhe pse ndërhyrja ka qenë e qartë, ai ka treguar se dhimbjet e vërteta nuk i ka pasur gjatë procedurës, por pas saj. Gjatë operimit nuk isha dhimbje, por kur ndalova tek recepcioni për faturën, aty më filluan krizat. Shkruaj ai me stilin e tij të zakonshëm, plot ironi dhe shaka. Me këtë postim Luizelli tregon edhe një herë se pavarësisht situatës, ai di si ta kthejë çdo përvojë në batut alla Luizelli. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Luizelli është një personazh mjaft i dashur për publikun, ku zemrat e tyre i fitojnë gjatë edicionit të dytë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, aty ku doli dhe fitues.